Kandidati për kryetari PDK-s dhe kandidat për kuvendar takuan elektoratin e në lagjen Bajram Curi në Prizren, ku fillimisht kandidati për kryetar Shaqir Totaj ka shpalosur pjesë programore të PDK-s dhe pastaj ka theksuar se lagja Bajram Curi ka votuar çdo herë drejt. Edhe më 12 tetor do të rreshtohen për vazhdimin e projekteve të mëdha në këtë lagje të rëndësishme të Prizrenit. Faleminderit për krejt këtë mbështetje, tha Totaj. Mandatin tjetër me punë tjera sepse qyteti ka nevojë, lagja është në rritje, sipër është në ekspansion, edhe kur një lagje është në ekspansion, domosdoshmërisht edhe nevojat janë të tilla në ekspansion, edhe kjo do të vazhdon në këtë mënyrë. Do të më falenderoj këtë drejtorat që kanë dhënë kontributin, edhe përveç punëve infrastrukturore, projekteve, gjanave tjera, ka dhe indikator të madhshëm performancës numerik që i kanë treguar një performancë mirë qeverisjes lokale. Domethënë jemi komuna më transparente në aspektin e transparencës buxhetore, në aspektin e transparencës përgjithshme. E kemi përmirësuar performancën prej 51 pikëve në 83 pikë. E kemi fituar grantin e performancës, i kemi plotësuar diku, i kemi trajtuar rreth 85% të premtimeve që kemi dhënë. Kretë janë këto indikator të cilët krahas projekteve të realizuara e kompletojmë vlerësimin se kemi pas të bëjmë me një periudhë 4 vjeçare, ku kemi pas një performancë shumë suksesshme. Ju kemi këtu veç për një punë edhe veç për një qytet. Jemi këtu me një mision, i cili mision është pak më i gjumë se veç për një qytet. Jemi dëshmitar të një këtë qeverisje në nivel nacional. Misioni ynë është ka dhënë kontributin maksimal për Prizrenin, por njëkohësisht ka dhënë kontributin që Partia Demokratike e Kosovës, ka as partive tjera opozitare të forcohet edhe në nivel nacional përfundimisht të largojmë prej pushtetit një grupacion politik i cili e ka izolu Kosovën edhe i cili që ato të arrituna që kemi vonë bashkëpunim me partnerë të ndërkombëtar me Europën edhe me Amerikën, po ne rrezikon shumë seriozisht. Qoftë se kurse para të pranishmeve dhe kryesuesi i listës së PDK-s Kurtim Gashi ka folur për faktin se kjo lagje ka pasur investime të shumta dhe padyshim se do të mbetet prioritet edhe në qeverinë e ardhshme 4 vjeçare me kryetar Shaqir Totaj. I cili është sonde me ne, po është në secilin takim dhe në secilin të bim prej 7 mëngjesit deri 12 natës, sepse takimet dhe kontaktet tona me banorët, me qytetarët janë përditshme edhe të përhershme. Edhe kur kemë fushat dhe kur s'kemë fushat, e sonde jemi me një lagje të veçantë, me një lagje që është transformu krejtësisht këtë mandat, me një lagje ku janë ndërtu e janë realizuar shumë projekte falë kryetarit Shaqir Totaj, falë drejtorëve aktual të komunës Prizren, të cilët janë sot edhe kandidat për kuvendin e komunës, dhe me knasinë më të madhe jemi sonde këtu, ju po, ju falenderu edhe për mbështetjen që na keni dhënë edhe të kaluamën. Një njeri që ka dhënë kontribut shumë të çmuar në fuqizimin e PDK-s, po edhe një zoj fuqishëm mbi lagjes në adresimin e kërkesave të vazhdueshme për me realizuar projektet. Prandaj edhe një pjesë e meriteve të realizimit të projekteve në këtë lagje janë të Dashmir Susurit. Edhe kandidati për kuvendari kësaj lagje Dashmir Susuri shpalosi pjesë të programit dhe premtoi se do të mbetet zëj këtyre banorëve në asambli. Gjatë këtij mandati në lagjen Bajram Curi janë investuar diku rreth 4 milion euro. Dhe ata janë investuar në disa drejtime. Pas këtij takimi në një atmosferë të ngrohtë dhe miqësore, mbrëm takuan edhe banorët e Caparsit, të cilët shprehen besimin e tyre të palëkundur e të fuqishëm dhe vazhdojnë mobilizimin me energji pozitive drejt fitores më 12 tetor. Vazhdojmë +4 u tha së fundmi nga kandidati Totaj.